Filmi juaj i preferuar? La Vita e Bella. Që lidhet dhe me regjisorin. Pra, Roberto Benigni. Do të pyesja dhe regjisori preferuar, kështu që po i përmbledh bashkë. La Vita e Bella. Regjisor preferuar jo, por mund të them Roberto Benigni është tek ata. Okej. Mund të them There Will Be Blood. Janë disa, po një ndër ato Daniel Day-Lewis. Sepse aktori imi preferuar është Daniel Day-Lewis. Edhe imi gjithashtu. Vepra letrare preferuar ose shkrimtari preferuar, si të duash ti? Princi i Vogël. Mark Twain. Jo, Princi i Vogël i Saint-Exupéry është një libër për fëmijë nduke, por është klasik dhe goxha i fortë. Okej. Nuk më vjen asgjë në përmend për momentin. Një shkrimtari preferuar, poeti preferuar, ku diun? Migjeni. Okej, goxha mirë. Rryma muzikore preferuar ose artisti preferuar ose kënga e preferuar. Cila do duash ti? Po, nuk përgjigjem dot shpejt to. I gjoj gati të gjitha rrymat, po një këngë që më pëlqen shumë Dire Straits, Sultans of Swing, Money for Nothing, Dire Straits mund për mua. Okej. Ja, për mua ka shumë, po puna çam vjen në moment, për shkak të filmit Star is Born. Nuk më kujtohet emri i asaj këngës që ai e shkruajti dhe ajo këndoi mbrapa. Jo, ajo linja kryesore e filmit. Lady Gaga me atë Shallow apo jo? Bradley Cooper. Ai kënga e dytë, që s'm vjen në përmend që e shkruajti gjithë atë historinë pasi vdiq. Ele Martin, sporti preferuar. Futbolli. Skuadra e zemrës. Liverpooli. E në Tirana. Okej. Filma. Zero sport, asnjë lloj preferencë fare. Tani kemi tifoz Liverpoolit apo të Tiranës për këtë duar trokitjen, se nuk e mora. Kush ishte kujt? A dubloi zërin e bëri si Marini, siç bën Marini ato në TikTok. Tirana dhe atë të Mirë ti nuk Zero sport. A nuk e ndjek sportin? Filma. Okej. 24 orë ditë filma. Mirë, sportin se ndjek, po ushqimin e ha. Po, shumë. Ushqimi preferuar. Çdo gjë që është keto. Që bie jo karbohidrate. Okej, me këtë dietën. Po. A do ta them dhe unë? Po, patjetër. Pilaf. Jo, pilaf i moderum, sushi. Si, një përbashkët. E pyetja e parafundit, pija e preferuar, Marin? Po boçna ka ti fuz mbi birr sot edhe nesër shoh. Guinness. Nuk pi alkool, po të pi është Guinness. Tani këtë pyetjen e bëj vetëm. Hajde, bëj pyetjen e fundit. Që ta marrin vesh pse na ka ecë kaq mirë kjo. E fundit po jo më pak e rëndësishme, shenja horoskopit. Ujor, me ascendent dash. Prandaj shkojmë kaq mirë ne. Pse lidhemi si shenja? Lidhemi. Ujori ti më. Ujor. Unë jam gafore. Gafore. Ascendentin? No, gafore. Jam gafore kështu triple. Kjo lidhet me faktin që je regjisor dhe je i dhënë pas artit, pas të bukurës, pas estetikës, lidhet shumë mirë. Se i kemi mësuar kaq gjëra tash. Tani fiks me këtë pyetje na trembët, do na përcjellet. A kemi 5 sekonda ku them të shkoj? Patjetër. Domethënë, nëse dikush shkon kinema, siç tham, filmi është në kinema Cineplex tek QDU, dua që të mendojnë që nëse ajo punë u pëlqen, nëse nuk i pëlqen, ja mund që s'e kam bërë mirë, nëse ju pëlqen, është Marini, është Nea Nika, Teja Dulellari që ka shkruar skenarin, Armando Mehmetaj, Orges Mahmutaj edhe Joana Delia. Këto janë njerëzit që Fatmir Doga duhet të jetë, nuk përbëjnë atë bërtham. Gjithë tjerë kanë kontribuar, qoftë dikush që ka thënë faleminderit ose ju vaf marr, por këta njerëz kanë punuar natë ditë që ai film bota ai që është. I përshëndesim dhe i falenderojmë të gjitha që sapo përmendë dhe i falenderojmë për punën shumë të mirë. Çdo ditë në Cineplex, në QDU dhe në Teg është udhtim në pranverë. Mos hezitoni, blini biletën, shkoni zini ulset dhe shijojeni në këtë pranverë të vitit 2025 këtë film kaq të bukur. Megjithatë, përveç këtij, duke nisur nga nesër më 20 mars në Cineplex, në Teg dhe në QDU vjen Borbardha me Rachel Ziegler në rolin e Borbardhës dhe Gal Gadot Bukuroshen në rolin e shtrigës. Mirë. Borbardha, princesha e parë e Disney, të rikthehet në një version live tashmë të përshtatur që kombinon elementet klasik me një qasje të freskët dhe moderne. Filmi vjen me regji të Mark Webb, ndërsa skenari i shkrijuar në bashkëpunim me Greta Gerwigun e Barbit. Regjisoren për atë filmit Barbie. Në film luajnë edhe aktorë të tjerë si Colin Michael Carmichael, Andrew Burnap dhe Ansu Kabia, e të tjerë. Mos harroni nga nesër në 20 mars në Cineplex QDU dhe tek Borbardha. Unë ditë ju them që edhe këtu shtriga është më e bukur se Borbardha.